Dinamikat brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri po marrin një kthesë të re, teksa banorët duket se po lexojnë gjithnjëri me kujdes strategjitë e njëri tjetrit. Në fokus të herë ka qenë raporti mes Smirit, Selinës dhe Rogertit, një trekëndësh që pritet të prodhojë zhvillime interesante në vijim të lojës. Gjatë një rrëfimi në dhomën e rrëfimit, Miri ka ndarë hapur mendimet e tij për mënyrën se si Selina mund të pozicionohet në raport me të dhe Rogertin. Ai është prej bindur se banorja nuk mund t'i shmangë, duke theksuar se loja e saj është e lidhur drejt për drejt me ta. Po ku do të shkojë ajo pa ne? Lojën me ne e ka, nuk është se do afrohet, ajo aty është. Megjithatë Selina di vet, është mënyra e saj si do të dojë të luajë me mua, u shpreh Miri. Mëtej ai analizoi dy skenarë të mundshëm që sipas tij Selina mund ta ndjekë në vijim. Sipas tij opsioni i parë lidhet me krijimin e një konflikti të qëllimshëm mes tij dhe Rogertit, duke tentuar të trazojë raportin mes tyre dhe të përfitojë nga situata. Nga ana tjetër ai nuk përjashtoi as mundësinë e një afrimi strategjik përmes një shtrirje dore miqësore që mund të çojë në një aleancë të përkohshme mes tij dhe Selinës. Pra, te varianti i parë është të hap një konflikt midis meje dhe Rogertit. E dyta është të krijojë një lloj loje ose shtrirje dore miqësore midis meje dhe saj, u shpreh ai, por mbetet për të parë se cilin drejtim do të marrë loja e Selinës dhe si do të ndikojë kjo në balancat brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.